Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë, e lusim agjërimin ton të na e pranoj, namazin ton të na e pranoj. Salavatet dhe selamet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij, familjes të tij, atyre që ecin rrugës së tij. Ramazani është sezon i rastit të mirë. Muslimani për të mbledh njëkohësisht shpërblime edhe për të shpëtuar nga të këqijat e gabimeve të tija, të cilat janë grumbulluar gjatë gjithë vitit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një prej fjalëve të tij thotë: vjetrohet imani i muslimanit siç vjetrohet rroba e tij. Ramazani është shans që ta ripërtrish imanin tënd. Dhe me që janë ditë numrume, një muaj, dietarët na kanë mësuar se është mirë që muslimani t'i rreshtoj punët duke fillu prej të më rëndësishmja e pastaj kështu me radhë. E nuk ka dyshim se puna më e rëndësishme në Ramazan është agjerimi. E dyta punë me vlerë gjatë Ramazanit, e cila ka shpërblim sikur se agjerimi, pra i falë të gjitha gabimet e personit, përveç nëse ka bën gjunahet mëdha, është edhe namazi i natës, namazi i taravive. Ky namaz që e falim ne në xhamit, në shtëpitë e Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Men qama ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush falet në Ramazan, e qëllimi është ky namaz i natës, namazi i taravive, me besim të plot se Allahu subhanahu wa taala e don këtë adhurim, dhe me shpresën e madhe dhe bindjen se Allahu do ta shpërblej për këtë adhurim, këtij i falen gjunahet që ka bën më përpara, përveç gjunaheve të mëdha, sepse një fjalë tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam tregon se gjunahet e mëdha nuk përfshihen në këtë rregull. Mirë po, gjunahet e tjera të gjitha falen, por me kusht që muslimani të jetë i vazhdueshëm gjatë këtij muaji në këtë namaz. Pra, sa të ketë mundësi, mos ta lajnë namazin e natës të taravive mundësisht në xhami me muslimanët as një natë të Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na e ka dhënë për këtë shembullin më të mirë, kur ka dalë dhe ka fal këtë namaz në fillim me një grup të vogël të sahabeve. Kur ka dalë natën e dytë, sahabët e kanë marrë vesh se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam del në xhami me u fal natën në net të Ramazanit, dhe mezi që kanë prit. Dhe kur e kanë pa të u fal, janë lidh me një herë pas ti në namaz, e natën e dytë është rrit numri. Pastaj ka ardhur nata e tretë, është ba numri akoma më i madh. Ti e shef se sahabët në këtë rast e kanë dashur namazin me të. E kanë dashur këtë adhurim që është pikërisht në këtë muaj, duke e ditë shpërblimin e tij, dhe kanë qenë vigjilent që mos t'i shpëtojnë ndonjë namaz pa u fal. Në natën e katërt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka dalë më. Dhe i ka tregu shokëve të vet se pse nuk është tu dalë. Dhe i ka thënë: nuk do të dalë sepse kam frikë se mos të mendojnë apo mos të bëhet obligim ndaj jush. E dietarët thojnë: lënia e një vepre me sebeb e bën atë vepër sunet të vazhdueshëm. Don me thonë që kjo vepër, edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka fal 3 apo 4 net me radhë, sipas transmetimeve të ndryshme, mbetet sunet i tij, sepse ai e ka treguar shkakun sepse nuk është fal më, që mos të mendojnë muslimanët apo mos t'i bëhet aty në obligim. Pra mbetet ky namaz vullnetar, mirë po mbetet ky namaz me këtë shpërblim të madh, të cilin nuk do ta gjesh në namazet e tjera. Një person vjen tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe e pyet: nëse unë e fali namazin, nëse unë e jap zekatin,
nëse une e agjeroj Ramazanin dhe falem në Ramazan. I thot, sumtu Ramadan wa kumtuhu, pra agjeroj Ramazanin dhe falem në Ramazan. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, ti do ta kesh shpërblimin sikur shpërblimi i siddiqinëve, i atyre robëve të zgjedhur prej Allahut, dhe sikur shpërblimi i shahidave. Pra ky namaz është i dashur te Allahu subhanahu wa taala. Dhe porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu është që me e fal këtë namaz deri në fund me imamin. Shpesh herë shohim musliman të cilët i falin 8 rekat dhe pastaj dalin nga xhamia. Dhe ky është një gabim që s'duhet me ndodh. Pse? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush falet me imamin derisa imami ta përfundojë namazin e tij, pa marrë parasysh se ku falesh, ke ardhur me e fal këtë namaz të taravis, falesh me imamin deri në fund, derisa ai ta përfundojë namazin plotësisht, shpërblimin ke me pas sikur i e fal ton natën. Sa musliman janë që falen ton natën? Sigurisht se pak. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai vet transmetohet se një herë gjatë jetës tij është fal gjithë natën. E shpërblimi që ke për këtë namaz nëse falesh deri në fund me imamin është sikur ti je fal krejt natën. Allahu subhanahu wa taala i përshkruan ata të cilët falen natën për Allahun azza wa jall, në dashuri dhe ndaj binin e tij. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Ata ngriten nga shtretrit e tyne, i luten dhe falen për Zotin e tyne, me bindje dhe me shpresë tek shpërblimi i tij, thot ajeti, dhe me frikë nga dënimi i tij. Prandaj përjetoje këtë namaz, i cili sigurisht se i mungon një pjesë të madhe të muslimanëve gjatë vitit. Shfrytëzoje ashtu që ndoshta Allahu subhanahu wa taala të na bëjnë prej fitimtarëve dhe prej të shpëtuarve. Amin.